Përshëndetje miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025 ose në numrin tim të celularit 069 24 68 328. Tani do të bëjmë një pyetje. Fokusoheni këtë shikim tek kjo video dhe bëjmë këtë pyetje. Në këtë moment që ne po shikojmë këtë energji, do të bëjmë pyetjen. Është një person që ndodhet në largësi. Ky person do të bëjë diçka për ta rikuperuar, për ta ndryshuar këtë largësi midis jush. Pra, do të bëjë diçka konkrete ky person për të ndryshuar këtë distancë, këtë largësi që keni midis njëri tjetrit. Ky person do të bëjë ç'është e mundur, do të hyjë pikali, që kjo largësi të shkurtohet. Ju do t'ju vi një lajm shumë i befatishëm, transformues, që do të ndryshojë këtë distancë që ju keni midis njëri tjetrit. Ky person është shumë i sinqert me ju dhe gjërat i thot ashtu siç janë në realitet. Është pak i mërzitur për këtë largësi dhe e shpreh këtë mërzitje. Është person që nuk flet shumë, është person pak i trequr, pak i ngurtë në atë botën e tij, por për të bërë këtë transformim, këtë ndryshim, rikuperim, ky do të kërkoj një takim me ty. Dy shikupave tregon takimin që do të bëj me ju shumë shpejt. Kalosh si shpatës tregon këtë takim të rëndësishëm që ju do të bëni të dy për të ndryshuar këtë distancë që keni me njëri tjetrin. Ky person do të vi drejt jush shumë shpejt. Kjo letër më tregon një udhëtim, është udhëtim që bëhet lumturie dhe që mbrohet nga një ëngjëll mbrojtës në univers, i cili largon me tingujt e fyllit të tij të argjëm gjithë njerëzit negativ nga jeta juaj. Me kë rezonon kjo energji e tarotëve? Me gaforen, me akrepin, me britjapin, dashin, luanin, me ujorin dhe peshoren. Kurse me gërmat e alfabetit të emrit apo të mbiemrit tuaj mund të rezonoj me gërmën S, X, me gërmën J, N, T, L, Q, D, Gj, H dhe gërmën A. Faleminderit shumë miqtë e mi.